Tash traditat është vështirë me i zbatu tona si kanë kënë dikur, po mundona mi ofru disi. Kuptot koha ka evolu, sot nuk bëhen më në tradit me thonë drejten, janë vishaj si do me zbukuru këtë, se po bëhen lokale, po me që duhet me harru traditin e me kujtu prej ka vim, duhet mja përngjaj fije. Organizohet dasët zotërimore? Dasët zotërimore fillon qysht tenjten e thirësave, se thonë, thirës e mars. Kanë shku thirësi me thirë familjen, marsi me marë bijat e afërta, motrat e dhëndrit, hallat e dhëndrit, to ishin konsideroshin më të afërta. Edhe ato rrishin derit marrët e dashme, martën. Mandej dashma zyrtarisht fillon të shtunën me dërgimin e dhantis, të shtëpia dhëndrit batjall. Shkojnë e vinë me në ditët, kur është distanca afërt, kuptohet e punë. Të dilen është organizimi një nisja me marrë nusen. Paka shumë janë të caktuar se kush më shku. Detyra, Kryshka Pari është kryesori i delegacionit, kjo se mund ta quajmë kështu. Kërën të miku marrin nusen, kthehen edhe organizohet pritja në sofra, si shka kënë dikur, dereka tradicionale. Për mje, po, në kushtet soshme është vështirë, sepse koha ka evolu, nuk është ma ajo e përpara. Unë i maj me ndashmet e vjetra, se kam moshën, po është vështirë përsëritet ma ajo. Sot ka dalë lokali, tash e goft kush martohet, e jetë lumëtën. Faleminderit edhe ju.